një ditë me kërkoj të kryenim marrëdhënie. Sigurisht që dëshira ime ishte, por kisha frikë si herë e parë që ishte. Megjithatë, kur vajta të shtëpia e tij filluan të putheshin, ai më prekte gjoksin dhe me puth të qafen. Me prekte të pidhi dhe unë e prekja atë, i hoqëm rrobat njëri tjetrit, ai më futi një gisht në pidh. Ishte hera e parë që dikush më prekte aty, ndjeva siklet, po ai më thoshte të mos shqetësohesha për asgjë. Dhe unë e prekja karin e tij që tashmë ishte ngritur dhe ndjeja që ishte forcuar. Pastaj ndeni sipër meje e pasi m'futi një gisht në pidh me futi avash karin e tij që e kishte shumë të madh, dhe unë ndjeja dhimbje, por me pas u mësova me atë ndjenje dhimbje e kënaqësie bashk. Unë ndjeva shumë mirë në atë moment, dhe ai vetëm më shtrengonte fort të pyeste a kisha dhimbje, duke qenë se po mdilte gjak. Pasi u prish ai, më kërkoi t'ja merrja në gojë, sigurisht që nuk dija se ç'të bëja, por pranova dhe e merrja karin e tij në gojë dhe e